Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka dërguar nga burgu një letër Këshillit Bashkiak të kryeqytetit ku ka kërkuar që të merret dhe mendimi i tij lidhur me diskutimin dhe miratimin e projekt buxhetit për vitin e ardhshëm të Bashkisë së Tiranës. Ju drejtohem në cilësinë time kushtetuese dhe ligjore si kryetari zgjedhur i Bashkisë së Tiranës për t'ju kërkuar që përpara shqyrtimit të miratimit të konsultoni dhe të merrni paraprakisht mendimin dhe vullnetin tim institucional mbi projekt buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin 2026. Më datë 18 dhjetor, Këshilli Bashkiak pritet të shqyrtojë dhe miratoj projekt buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin 2026. Ky moment përbën aktin më të rëndësishëm financiar dhe politik të vitit për një bashki, pasi buxheti është instrumenti kryesor për realizimin e mandatit politik të kryetarit të bashkisë, mandati i dhënë drejt për drejt nga qytetarët e Tiranës. Në letër, Veliaj thekson se buxheti i vitit aktual ndodhet në një fazë alarmante, pasi realizimi i investimeve është në nivele shumë të ulta, duke dëmtuar standardet e qeverisjes vendore. Situata aktuale është veçanërisht shqetësuese. Zbatimi i buxhetit të vitit 2025 ndodhet në një gjendje alarmante, me një nivel e realizimi shumë të ulët, në kontrast të thellë me normat e realizimit historik që Bashkia e Tiranës ka pasur gjatë ushtrimit normal të mandatit tim. Ky është një tregues i qartë i paralizës institucionale që po i shkaktohet Bashkisë së Tiranës. Në këto kushte, miratimi i buxhetit për vitin 2026 pa konsultim me kryetarin e zgjedhur do të përbënte jo vetëm një devijim nga standardet e qeverisjes vendore, por edhe një vijim të gjendjes së rëndë që pengon realizimin e mandatit tim demokratik, duke e cënuar drejt për drejt prioritetet qeverisës e të miratuara nga qytetarët e Tiranës. Në fund, Veliaj shkruan se një buxhet i miratuar në këto kushte pengon ushtrimin e mandatit të tij me pasoja serioze jo vetëm për qeverisje vendore, por edhe për rendin demokratik, lokal dhe autonominë e vetëqeverisjes vendore.